Një huni me motrën yll të Grida Dumës. Moderatorja Grida Duma ka mahnitur publikun me një paraqitje të rrallë jashtë studios televizive, duke u shfaqur së bashku me motrën e saj Geris Duma gjatë një podcasti. Grida Duma, e njohur për elegancën dhe karizmën e saj, ka qenë e pranishme në eventin artistik kushtuar Eftatash Kokoços, Kënga ime ndaj Not Her. Ajo vlerësoi i lartë autorin e projektit Balina Bodinaku për ndërthurjen mjeshtërore të historisë, muzikës dhe ndjenjës patriotike. Megjithatë, në këtë dalje publike vëmendjen e madhe mori edhe motra e saj, Geris Duma, Geris e cila tërhoqi syt me natyrshmërinë dhe bukurinë e saj të veçantë, dëshmoi se finesa dhe eleganca janë pjesë e pandare e familjes Duma. Grida e përmbyll mbrëmjen duke shprehur emocionin e saj të thellë. E ndoqa me shijen e pashtershme e të pasurit time motor, duke bërë një rekomandim të fortë për ta ndjekur këtë performancë. Kjo shfaqje e dy motrave solli në kujtesë kulturën, ndjeshmërinë dhe elegancën e tyre.